Alban Dudushi ka rrëfyer për sëmundjen e rënd, mendova se do të kalonte, por ishte serioze. Përpara çështjes së kontratës me Radio Televizionin Shqiptar, Alban Dudushi është përballur me një problem shëndetësor, i cili fillimisht nuk i kishte kushtuar rëndësi. Në një intervistë ai tregoi se në 9 shtator 2024, gjatë pjesës së fundit të emisionit, gjendja e tij u përkeqësua dhe ju desh të shkonte në spital. Shumë menduan se ishte zemra, por në fakt ishte një problem hemoragjie në stomak. Mendova se do të kalonte, por kishte qenë diçka më e rëndë dhe më duhet të bëja ndërhyrje kirurgjikale, ka rrëfyer ai. Dudushi tregon se bashkëshortja e tij Bjeta Sule ka përjetuar situatën më rënd se ai vet. Jo se Bjeta është më frikacake se unë, por unë isha në stilin s'është ndonjë gjë, do të kaloj. Ai thon se Bjeta është personi që merret me organizimin e gjithçkaje, nga kontaktet e konsultat mjekësore dhe gjatë kësaj kohe ka mbajtur një ngarkesë të dyfisht, duke u kujdesur për të dhe duke drejtuar emisionin e saj. Në fund të ditës, ata që të shikojnë në ekran nuk pyesin se çfarë halli ke ti, por thonë, ky s'qen ka në formë sot. Ka thënë Dudushi, për fat të mirë gjithçka shkoi mirë dhe ai vjen kontrollet për t'u siguruar që shëndeti i tij është në rregull. Alban Dudushi, për largimin nga televizioni ku ka punuar, pas ndërprerjes kontratës, pas një sqarim nga Radio Televizioni Shqiptar, Alban Dudushi ka treguar edhe detaje mbi largimin e tij. Aty u ndërpren dhe 2 emisione që ishin të suksesshme, ka thënë ai. Sipas Dudushit, e gjitha kjo histori është një kombinim i absurditetit dhe mungesës së logjikës. Është një histori edhe qesharake dhe banale dhe irrituese. Në këtë profesion kemi kaluar shumë, kemi njohur shumë. Normalisht intriga ka, është një botë që për hir të së vërtetës ka konkurrencë brenda saj dhe kjo është normale. Nuk është fush me lule, nuk është gjithmonë ashtu si duket në ekran, por kur ndodh diçka që nuk ka kuptim në vetvete, kjo është edhe pjesa që të shushat dhe të acaron. Ai e quan këtë një histori budallaqe dhe të pakuptimt, pasi vendimi u mor nga dikush që thjesht po mbante pozicionin përkohësisht. Çfarë ka ndërmend një personazh që është vendosur aty thjesht për të mbajtur timonin, derisa të kaloj këto histori dhe pastaj kur të bëhet përzgjedhja drejtori të ri, do të jetë ai që merr vendimin. Dudushi e përmbledh këtë situatë si një absurditet të pastër. Ndodhi ajo që ndodhi, vjen një personazh që pranon se nuk merr vesh nga kjo punë dhe ti papritur e gjen veten të hequr prej tij. Kjo ishte çudia, ka thënë ai.